Sot, protestat nuk zhvillohen vetëm në shesh, por ka nevojë për një shesh, thjesht si përfaqësim i një lukunie që proteston në algoritëm. Madje, siç ndodhi këto 20 ditë, sheshi është thjesht një studio televizive e algoritmit. Është vendi ku filmohet materiali për ta ushqyer algoritmin dhe për ta justifikuar atë. Dhe pikërisht këtu fillon sfida më e madhe e demokracive të sotme. Demokracia e ndërtuar për qytetarët, jo për algoritmet. Janë ndërtuar për njerëzit që votojnë, jo për platformat që optimizojnë zemrimin. Kjo është betejë e kohës sonë, s'ka lidhje më me të majtën dhe me të djathtën, me qeverinë dhe me opozitën, por ka lidhje me konfliktin e hapur midis politikës në shërbim të njerëzve, në shërbim të vendit, në shërbim të punës për vendin dhe algoritmit. Politikën në shërbim të njerëzve, politikën në shërbim të vendit, politikën në shërbim të punës të vendit, algoritmi e urren. Dhe unë kam frikë se edhe unë që po flas duke qenë prej vitesh shumë i tërhequr nga zhvillimet e asaj bote, nuk e kuptoj sa e madhe është kjo betejë dhe sa monstruoze ajo mund të bëhet për fëmijët tanë. Kush shkon dhe kërkon një like dhe një follower me zemrim, punon kundër fëmijëve të tij. Dashurit e mi çdo epokë prodhon një figurë të saj karakteristike. Unë nuk dua të bëj këtu asgjë përveç se të përcjell disa nga ato që kam mësuar. Dhe nuk dua që askush ta marrë më të madhe çfarë po them. Po nëse shekulli i 19 prodhoi proletariatin industrial, shekulli 20 prodhoi shoqërinë e mass medias, shekulli 21 po prodhon proletariatin e algoritmit. Një klasë e re që nuk e bashkon puna, e bashkon vëmendja. Nuk e bashkon fabrika, e bashkon ekrani i celularit. Nuk e bashkon prodhimi, e bashkon shija e konsumimit të vetes dhe të jetës në ekran. Dhe mbi të gjitha e bashkon një iluzion shumë i madh, që sa më shumë të dukesh, aq më autoritet ke. Unë nuk kam besuar asnjëherë që demokracia është pronë e ekspertëve, profesorëve apo edhe e politikanëve, sepse është realisht pronë e qytetarëve. Por demokracia nuk ka thënë kurrë se çdo mendim ka të njëjtën peshë mbi çdo çështje. Ajo ka thënë se çdo qytetar ka të drejtën të flasë. Po jo se çdo fjali ka të njëjtën vlerë, sepse liria e fjalës në demokracitë funksionale nuk e ka përmbysur kurrë deri më sot ligjin e pashkruar të gravitetit të dijes. Dhe mbi bazën e dijes, sa akumuluar për një çështje apo për një tjetër, vendimarrësit kanë marrë vendime, që nga populli deri tek të zgjedhërit e tij. Demokracia nuk e ka zëvendësuar me diçka tjetër, as përvojën, as përgjegjësinë. Sot, për herë të parë në histori, demokracia po përballet me njeriu që mund mos ketë ndërtuar kurrë asgjë, që mund mos ketë asnjë shkollë, që mund mos ketë asnjë kompetencë për të folur për atë që merr përsipër të flasë, që nuk i ka thënë kush mirëmëngjes, punë mbar, dhe që nuk ka administruar kurrë asnjë zyrë me 3 vetë. Dhe megjithatë, ky
ky tip zgjohet në mëngjes, me bindjen që e kupton shtetin më mirë se kushdo, edhe pse mund të jetojë në një anë tjetër të globit. Pse? Sepse algoritmi i ka dhënë atij diçka që dikur fitoi vetëm me vite pune. Dukjen. Vendosjen e vetes në vëmendjen e të tjerëve. Dhe vendosjen e vetes në vëmendjen e të tjerëve jo me hir, po me pahir. Jo duke bërë ndonjë propozim për atë dheun, po duke thirrur vdekje tradhtarëve të atë dheut. Dhe në kohën tonë, kjo dukje ngatrohet çdo ditë më shumë me autoritetin. Dhe kjo është një tragjedi e vogël e qytetërimit tonë. Autoriteti nuk është më ai që e shohin më shumë njerëz. Autoriteti është ai që mban më shumë përgjegjësi, po algoritmi nuk njeh përgjegjësi. Ai njeh vetëm vëmendje. Ai nuk pyet kush ka ndërtuar, po pyet kush e ndaloi gishtin mbi ekran.